diçka që asaj t'i mbet si mesazh për tërë jetën nga studio? Çdo gjë që ato e shqetëson, e brengos, me fol, me e thonë, sidomos neve, se fëmija hezitojnë, unë jam shumë i afërt me ta, edhe du me qenë gjithmonë shok i saj, jo veç bab prind, po edhe shok, me fol lirshëm me mu, unë e besoj, afa gjatë kam i ndihmu një jetë, që ajo nëse ka një breng, një shqetësim, me arë me fol. Nuk do me thonë mi marë këshillat e mija, me fol, mu rëfy, mu shliru, s'po di, qëtë shumë jam me ta, sa nuk di as çka mi thonë, non-stop jam me ta. E bukur. Tregojmë pak për Aqif Mulliqin që gjithmonë shkruan edhe statuse për të në Facebook. Çka do të thotë Aqif Mulliqi në jetën tënde? Aqif Mulliqi ndjes pas, është një për njerëzve që kom dashur më shumë t'i njeh, edhe që s'kisha dashur me fol shumë për ta. Se emocionona edhe nuk kam qef shikues dhe dëgjues më po kështu të thym, po për mu është humbje e madhe. E kom pas alat, e kom pas mik, e kom pas edhe si lloj, nëse guxoj me thonë si këshill tonë. Unë ka ndru jetë baba para disa muajsh. Është prindi, është prind, e dën. Mirë po, të mungon, edhe mungon sidomos në orë të vona, kur të ki ko edhe je të i mendu. Mirë po, profa Aqif mungon shumë, sepse kom pas kontakt, takime me të në baza ditore, plus që ka qenë njeri më i dashur i jetës. Shumë mungon, shka dash me t'i kalu. Veç edhe diçka shumë shkurt, e ceke që e ki pas si këshilltar, cila është këshilla e tij që të ndjek ty? Qatë shumë kam folë me ta. Ai ka pas rase kur kam pas biseda, ose intervisa, s'po e them se fatmirësisht në frekuencë ka dhe njerëz që t'i vlerësoj shumë, që më kanë telefonu me video, e qenë personalitete, disa sot nuk jetojnë, po ka pas rast, kur kom ndërmarrë ndonjë iniciativë me ndihmu dikën për një diçka të caktuar dhe masi u krysi mision, kena dalë, kena pi kafe dhe më ka thonë që Robert, nuk kom dash më të përzin punë tone, sepse ai ka qenë tip i tillë që nuk është përzi. Kalon ti me vendos vetë. Mirë po thot, në momentin kur ke marrë një iniciativë me ndihmu një person caktuar, kam ditë që ai e lun pak viktimin edhe ti pe han karremin e tij, forën e tij, merr mësim për herë tjera. Mirë po ka qenë edhe për jetën, edhe për çdo gjë, po jo direkt, indirekt. Që ti edhe me kuptu edhe me marrë mësim për ti edhe mos me u lëndu.